Teksa për pak ditë mbyll mandatin e tij 3 vjeçar në krye të SPAK-ut, Altin Dumani bëri sot një bilanc të punës së tij 3 vjeçare në një bashkëbisedim me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Ai theksoi se drejtimi i institucionit ka qenë një detyrë me përgjegjësi të lartë dhe se gjatë kësaj periudhe ka refuzuar çdo ndërhyrje në punën e tij. Dumani evidentoi rezultatet e arritura nga SPAK duke përmendur hetimin e mbi 70 policëve dhe funksionarëve të tjerë për korrupsion e vepra të tjera penale. Ai theksoi se korrupsioni është një plagë që prek të gjitha institucionet, përfshirë gjyqësorin dhe policinë, por shtoi se shumica e punonjësve të policisë së shtetit janë të përkushtuar dhe meritojnë respekt. Kreu në detyri SPAK-ut u ndal edhe te çështja e mandatit 9 vjeçar të prokurorëve të posaçëm, duke paralajmëruar se deri në vitin 2028 mandati për rreth 12 prej tyre do të përfundojë, gjë që mund krijojë boshllok profesional. Ai kërkoi ndryshime ligjore që të mundsojnë rikandidimin dhe garantimin e vazhdimësisë së ekspertizës brenda institucionit. Nga ana tjetër, Altin Dumani vlerësoi konsolidimin e SPAK-ut dhe profesionalizmin e prokurorëve, duke theksuar se askush nuk është mbi ligjin. Nga bilanci që bëri sot, Dumani evidentoi se prokurorë e gjyqtar janë po ashtu të përfshirë në krim, sikurse edhe politikana, njerëz të policisë së shtetit. Sikurse e ka deklaruar edhe herë të tjera, Dumani ritheksoi faktin se gjatë detyrës, politika e pushtetit i ka ushtruar shumë presion, por kjo nuk e devijoi objektivin e tij.